Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Elif Lam Mim. Këto janë ajetet nga libri i plot dieni, i cili është uvërfyes dhe mëshirë për bamirësit. Ata që kryejnë namazin dhe japin zakatin dhe të cilët besojnë bindshëm në jetën tjetër. Ata janë ata që janë udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuar. Ka disa nga njerëzit që besojnë në tregimet e kota për t'u shmangur nga rruga e Perëndisë, pa kurfar dijenje, duke e pandehuar rrugën e Zotit qesharake. Të atillët i pret dënimi i poshtëruar. Kur ndonjërit prej tyre u lexohen ajetet tona Kurani, ai shmanget me mendjemallsi, thua se nuk i ka dëgjuar, thua se ju kanë shulluar veshët. Andaj, se ariqoj ata me dënim të dhëmshëm. Me të vërtetë, ata që kanë besuar dhe punojnë vepra të mira do të gjenden në kopshtet e dhuntisë, në të cilat do të qëndrojnë për herë. Premtimi i Perëndisë është i vërtetë, e ai është i plot fuqishëm dhe gjithdijshëm. Ai ka krijuar qiejt pa shtylla, e shihni ju, ka vendosur malet e palëvizshme në tokë, për të mos u lëkundur ju dhe ka shpërndar në të gjithfarë lloj shtazësh. Ne e kemi zbritur ujin nga qielli dhe me të kemi bërë të mbinë sa e sa lloje bimësh të mira buta. Ky është krijimi i Perëndisë, me tregoni çka kanë krijuar të tjerët pos tij. Jo, por me të vërtetë, zullumçarët janë në humbje të vërtetë. Dhe ne, me të vërtetë, i kemi dhënë Lukmanit dijenin e mrekullueshme dhe i kemi thënë: "Falenderoj Perëndin, e kush është falendërues, ai falenderon për të mirën e vet, e kush mohon Perëndia, me të vërtetë, është i pavarur dhe i lavdëruar." Dhe kujtoje kur Lukmani tha djalit e vet, duke e këshilluar: "O djali im, mos i bën shok Perëndisë." Me të vërtetë, të bëri shok Perëndisë është zullum i madh. Dhe ne i kemi urdhëruar njeriu që t'i nderojë prindërit e vet. Nëna e ka bartur atë, duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e tij nga xhiri është brenda 2 vitesh. Dhe i kemi thënë njeriut, bëhu falendërues ndaj meje dhe prindërve tu. Tek unë do të ktheheni të gjithë. Nëse insistojnë ata që të më bësh mua shok për atë që nuk din asgjë, mos i dëgjo, por shoqëro me ta në këtë jetë me të mirë. E ndiqe rrugën e atij që drejtohet tek unë, pastaj tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni punuar. O djali im, nëse vepra e punuar është e rëndë qoftë se një kokër ardeli lloj me mese, e ajo të jetë në shkëm, ose në qej ose në tokë, Perëndia do ta nxjerrë në sheshat. Me të vërtetë, Perëndia është i butë dhe njohuesi të gjitha fshëtësie. O djali im, kryje namazin, urdhëro me të mirë dhe pengo nga të keqia dhe bëhu i durueshëm për atë që të ka goditur. Me të vërtetë, kjo është nga punët e mëdha të vendosura. Mos e shman fytyrën tënde nga njerëzit dhe mos ec nëpër tokë me njëmallësisht, se Perëndia nuk e don asnjë me njëmall, as mburacak. Ec me kujdes e modesti, e fol me zë të ulët, se zëri me i vrasht është zëri palja e i gomarit. A nuk shihni se si Perëndia u ka mundsuar të shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qiell dhe në tokë dhe ju ka plotësuar dhuntit e tij, të jashtme dhe të brendshme. Ka njerëz që polemizojnë për Perëndin pa kurfar dijenje, pa kurfar përfyesi dhe pa libër ndriçues. Kur atyre u thuhet, pasoni atë që u ka shpallur Perëndia. Ata thonë: "Jo, por ne pasojmë të parët tanë." Sikur ata ti thëriste djalli edhe në dënimin e skëterës, a do ta pasonin? Kush kthehet ka Perëndia me tërë qenien e tij, duke qenë i mirë, ai është kapur për vegën më të fortë. Te Perëndia është fundi i çdo gjëje. Dhe kush mohon të mos të brengos mohimi i tij. Tek ne do të kthehen ata, e ne do t'i lajmërojmë për atë që kanë punuar. Me të vërtetë, Perëndia di çka në zemrat e njerëzve. Ne, ata do t'i kënaqim përkohësisht, e pastaj do t'i vullim furishëm në dënimin e ashpër. Nëse i pyeti jo Muhamedi ata, kush ka krijuar qiellin dhe tokën? Me siguri do të thonë Perëndia. E ti thuaj, falënderimi qoftë për Perëndin. Por shumica e tyre nuk dinë. Te Perëndisë janë të gjitha në qiell dhe në tokë. Me të vërtetë, Perëndia është i pavarur dhe i lavdëruar. Sikur të gjithë drumt të gjenden në tokë, të jenë penda shkrimi, e deti ngjyrë shkrimi tint, e të shtohen atij edhe 7 detet e tjera, nuk do të soseshin fjalët e Perëndisë. Me të vërtetë, Perëndia është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Të krijuarit dhe të ringjallurit e të gjithë juve është njësoj për te, si të krijuarit e vetëm një njeriu. Me të vërtetë, Perëndia i dëgjon dhe i sheh të gjitha. A nuk po shehti se Perëndia sheh natën në ditë dhe ditën në natë zgjat njërën dhe e shkurton tjetrën dhe e ka nështruar diellin dhe hënën, secili lëviz deri në kohë të caktuar, dhe se Perëndia e di mirë çka punoni ju? Kjo është kështu, nga se Perëndia është i vetmi i vërtetë, e ato që adhurojnë ata, pos tij, janë të kota, dhe se Perëndia është i lartësuar dhe i madh. A nuk po sheh ti, e anijet lundrojnë në përdet me dhuntin e Perëndisë për t'ju treguar disa argumente të veta. Këto janë, me të vërtetë, argumente për çdo njeri të durueshëm dhe mirënjohës. Kur ata ti mbulojë vala, si bjeshk, e therasin Perëndin me lutjet e sinqerta, ose ati shpëtoi ata në tokë, një pjesë e tyre mbajnë mesatarën, ajetet tona i mohon vetëm mëshuesi dhe jo mirënjohësi. O njerëz,
Luajuni Zotit tuaj dhe friksojuni ditës kur prindi nuk do të mund t'i ndihmoj fëmijës e vet asgjë, e as fëmija nuk do të mund t'i ndihmoj asgjë prindit e vet. Me të vërtetë, premtimi i Perëndisë është i sigurt. Le të mos u mashtroj jeta e kësaj bote, dhe le të mos u mashtroj mashtruesi djallin e Perëndin. Me të vërtetë, vetëm Perëndia e di çastin ditën e Kiametit, ai e zbret shiun dhe diçka në barkun e shtatzënës, askush nuk di ç'do të fitojë nesër dhe askush nuk di se në ç'vend do të vdes. Me të vërtetë, Perëndia është i gjithdijshëm dhe njohuesi çdo gjëje.